Në prag të miratimit zyrtar të listës garuese të 11 majit, kryeministri Edi Rama zbuloi detaje nga formula se si do të përzgjidhen kandidatët potencial, duke paralajmëruar xhaketat e vjetra se koha për betejën e hapur ka filluar. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur, sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë. Kreu i Selisë Roz paralajmëroi transfuzion gjaku në venat e partisë. Pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet të jenë aty. Teksa njoftoi se drejtuesit politik duhet të udhëheqin skuadrën dhe jo të futen në gar votash, Rama surprizoi kur tha se ende nuk ka një vendim për veten e tij nëse duhet të kandidojë si deputet apo jo. Pse unë duhet të jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund të mos jam fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithëve. Shefi i majorancës theksoi se 11 maj është vendimtar për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Nuk ka kapacitete të tjera jashtë kapacitetet Partisë Socialiste që mund të flasin me botën sot. As me Europën, as me NATO dhe as me askënd tjetër. Rama nuk la jashtë vëmendjes edhe reformën në drejtësi, duke përsëritur se është si rezultati i Partisë Socialiste, ndërsa një mesazh e kishte edhe për opozitën që kërkoi të shkrisë spakun sipas Edi Ramës. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë pagë nga Amerika për të bërë një makjazh trampist të fushatës së atyre forcave. Rama u duki çliruar në përfundim të mbledhjes, ndërsa zgjodhi të shkonte në këmbë drejt kryeministrisë.